Kjo ligjatura e nëntë, pra, do të mbahet mend si ma e padobishmja dhe si ma e dëmshmja që në Republikën e Kosovës, kur dihet për faktin se nuk ka arritur të kryej kompetencat e veta të cilat i ka me kushtetut, as ta formoj, ta konstituj vetveten brenda afatit të arsyeshëm dhe afatit të cilin e ka të paraparë me kushtetut të Kosovës brenda 30 ditëve nga dita e certifikimit. Në anën tjetër nuk ka arritur ta formojë një qeveri që të kryej disa punë për të cilat dojmë mund të jetë i parushëm në vitin 2026. Tani më jemi në kohën kur do duhet të kishim buxhet të miratuar për vitin fiskal, vitin e ardhshëm, të kemi marrëveshjet nga plani i rritjes të ratifikuara në Kuvendin e Kosovës dhe disa marrëveshje të tjera me bankën botërore. Në ndërkohë të kemi buxhet edhe për punëtorët e radio televizionit të Kosovës. Partitë politike dallojnë, dikush ka më shumë përgjegjësi, dikush ka më pak përgjegjësi për situatën e krijuar, por në përgjithësi qytetarët do duhet të ndëshkonin partitë të cilat kanë pasur përgjegjësinë më të madhe në raport me konstituimin e kuvendit, konstituimin e shpejtë të kuvendit dhe formimit të qeverisë së Kosovës. Përveç pasojave, dohon është në rrafshin e jashtëm, deputetët e kuvendit të Kosovës nuk kanë rri që me bën një punë të hajrit në mënyrë që qytetarët e Kosovës t'ia dinë për të mirë. Përkundrejt që në gjirë llogaritë e tyre kanë dalur pagat e majme.